Ndonë se fillimisht u mendua që stërvitja kuqe-bluve do të niste me një korrik, në fakt nuk ka ndodhur kështu. Vetë lojtarët sot kanë pritur ndonjë njoftim nga klubi për këtë çështje, por nuk kanë marrë asnjë të tillë. Mbase kjo do të ndodhë ditën e parë të javës që vjen, pra të hënën. Megjithatë, ende nuk ka asgjë konkrete. Edhe pjesëtarët e stafit teknik nuk e kanë të qartë se çfarë do të bëhet, sepse trajneri Cungu e ka shprehur publikisht se është në pritje të një takimi me kryebashkiaken Ademi, që do të përcaktojë më pas edhe ecurinë e mëtejshme të punës. Vetë numri 1 i bashkisë, në fakt edhe dje ka folur për çështjen e privatizimit të klubit, por kjo është një procedurë që zgjat në kohë dhe për këtë arsye duhet menduar pikë së pari për atë çfarë do të ndodhë për sezonin e ri që është në prag. Drejtuesit e klubit kanë deklaruar her pas here se do të nisin shumë shpejt punën, por kuptohet që presin të marrin garancinë financiare nga ana e bashkisë. Në këto kushte, nuk është çudi që stërvitja të mos nis as ditën e hënë. Këto vonesa tashmë janë pak të dëmshme, jo sa i takon afatit kohor të përgatitjeve, sepse kampionati mendohet të nisë me 9 shtator dhe koha në dispozicion është e mjaftueshme, por problemi është se lojtarët e pikëtuar nga ana stafi teknik po firmosin me ekipe të tjera. Emri vetëm i përfolur deri tani si përforcimi i mundshëm është ai mesfushori Shkodran Edon Hasani, por ai përveç ofertës së kuqe-bluve dhe asaj të Flamurtarit dhe Partizanit, ka marrë së fundmi edhe një ofertë nga ekipi iranian i Sepahan, me të cilin më parë ka luajtur Shkodrani tjetër, Gjevahir Sukaj. Me shumë mundësi ai nuk do të rikthehet të luajë në Loroboriçi dhe kjo do i shtonte edhe më shumë problemet për stafin teknik, sepse ka gjithnjë më pak lojtar cilësor në qarkullim. Për të gjitha këto arsye, stërvitja e vllaznisë duhet me do e mos të nisë ditën e hënë.